telefonatën e artë për të rikthyer në futbollin aktiv. Ma io ne ho ricevute 3 nel giro delle ultime 3 settimane, 3 nazionali. Unë kam marrë 3 telefonata në harkun e 3 javëve nga 3 kombëtare. Spero che almeno una delle 3 si riesca a concretizzare qualcosa. Me cilat shpresoj që me një prej të 3 javëve uroj shumë që të arrijë të konkretizoj diçka. È molto buona. Njëra është shumë e mirë. Le altre 2 ndërsa 2 telefonata të tjera apo 2 opsione të tjera janë realitete diskrete, të cilat duan Europiane apo Europiane? Europiane. Që e interesante. Megjithëse è una storia interessante. Doja që Italia ndoshta të skualifikohet sepse besoj skuadrat ju marrin juve në telefon kur janë në momentin e tyre më të vështirë. Aty vjen Gianni De Biasi dhe i shpëton. Io mi auguro che l'Italia invece possa andare Unë uroj shumë që Italia të shkojnë në botëror, sepse në fundit jam italian, jam dhe shqiptar. Por besoj që Italia duhet ta meritoj, edhe nëse nuk shkon. Është gjithmonë fajon nëse nuk shkon. De Biasi, me çfarë merreni në kohën tuaj? Çfarë bën Gianni De Biasi? Përveç faktit që duket që mbaheni shumë në formë optimale fizike. In estate vado in bicicletta nella mia casa che ho in Sardegna. Në verë me bicikletë shkoj me bicikletë e frekuentoj shumë bicikletën. Në shtëpinë time që kam në Sicili, kam bërë 3 muaj pushime. Stagione seguo kundër calcio di nazionali. Gjatë sezonit frekuentoj shumë ndjek futbollin në nivelin kombëtar dhe ndërkombëtar. E poi mi dedico un po' di più dhe pas merrem shumë me atraksionet e mia, me dashuritë e mia me familjen e tjerat. Ndërkohë vini shumë shpesh në Shqipëri. Mi invitano e io ci vengo. Ftojnë dhe unë vi. Delle feste come questa sepse kur janë evente të tilla si kjo e galas futbollit, është gjithmonë një kënaqësi. Unë kthehem gjithmonë me dëshirë, sepse kam shumë miq në Shqipëri. Avete una cucina che keni një kuzhinë që më pëlqen shumë. Ci sto bene. Dhe jam shumë mirë, ndihem mirë. Ka diçka që s'pona e thua? Ka një projekt Gianni De Biasi në Shqipëri? No. Jo vetëm, stash vetëm për futboll. No, assolutamente. No. Kjo është shtëpia juaj. Kjo është shtëpia juaj. Investimenti, neanche queste cose qua. No. Ho già fin troppi investimenti immobiliari in kam giro per l'Europa e quindi lasciamo perdere. Investime immobiliare nëpër Europë. Qualche anno fa. Ishte diçka interesante për të bërë diçka vitin parë në Europë, kur isha këtu trajner. Pero nuk rrezikova. Ishte një opsion, sepse kam shumë opsione nëpër Europë që pas asaj që ndodhi në 2016-ën, pra edhe performancës tonë shumë të mirë në Europianin 2016-ës, nisi si një ditare atyre ditëve të jashtëzakonshme dhe përfundoi një libër që unë e quajta Loja që ndryshoi Shqipërinë. Ti ke qenë të përrimi ati libri etj. Sigurisht është gjithmonë dilema e ndryshoj futbolli Shqipërinë apo dhe ndryshimi i Shqipërisë u shfaq edhe në futboll. Ju çfarë mendoni? Sa ka ndikuar ky revolucion futbollin shqiptar edhe në ndryshimin, jo thjesht imazhit të Shqipërisë. Sepse për imazh edhe Iraku apo Palestina po kualifikohen botëror. Por sa realisht e ndryshoi futbolli Shqipërinë? Io credo che il calcio abbia dato una grossa mano all'Albania. Unë mendoj që futbolli ka dhënë një dorë të madhe Shqipërisë. In questi termini principalmente. Il fatto di vedere un gruppo di ragazzi che sono partiti vetëm fakti për të parë një grup lojtarë që u nisën në një rrugë të gjatë me dëshirën, me angazhimin dhe me impenjimin për të bërë një grup solid, arritën një objektiv të pashpresuar dhe të pabesuar nga shumë njerëz, por forca që duke punuar shumë në anën psikologjike, u bindëm dhe bindëm vetëm që mund t'ja dilim. Dhe këtë e përcollëm për gjithë shqiptarët. Dhe më pas gjëja që më pas që ndodhi në aspektin e vendit. Nuk është që ne bëm këtë më përpara dhe ndodhen më pas zhvillimet në Shqipëri, po ecëm paralel. Kur erdha në vitin 2012, rrugët ishin
përfaqe të zezë. Rrugët ishin problematike, ku shkoja që koja ndeshje, ndërkaq vjen pas shumë vitesh në Shqipëri dhe shikon një ndryshim radikal të rrugëve, të infrastrukturës, të godinave, të imazhit. Passi da gigante. Shqipëria ka bërë hapa gigantesh. Un interlocutore importante anche a livello internazionale. Por Shqipëria është interlokutor shumë i rëndësishëm edhe në nivelin ndërkombëtar për gjitha raportet me vendet të ndryshme. Fillimisht me Italinë, por edhe me komunitetin evropian. Në fakt, lojtarët shqiptarë që luajnë në Serie A, praktikisht, po dhe ligjërisht nuk quhen ekstrakomunitar. Pra, lojtarët shqiptarë quhen lojtar komunitar të Bashkimit Evropian. Si, parifikati, si. Dhe fal një pasaporte shqiptare që mori Egron Zhegrova, a i sot luan të Juventus. Dhe kjo në vetë vete është shenja ati progresi që ka bërë temi Shqipëria, po dhe futbolli në kombëtar. Ndjen një nostalgji, ndjen diçka që ndoshta mund ta kisha bërë më mirë. Io credo che sempre si può far meglio nella vita. Unë mendoj që gjithmonë mund të bësh diçka më mirë. Bisogna anche accontentarsi di quello che në momentet veçanta është edhe të kënaqesh me atë që ke arritur në jetë. Di tristezza, di rimpianti, di chi è. Nëse përballesh me con quello che avevamo noi a disposizione abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ajo që bëm ne ishte diçka jashtëzakonshme, por në të njëjtën kohë. Por mund të bënim diçka më shumë, natyrisht. Non possiamo lamentarci. Por nuk është se duhet mos kënaqemi me këtë që kemi arritur. Dhe në fund për ta mbyllur, një këshill për Silvinjon për ato 2 ndeshje të marsit. Giocale come hai fatto contro luaj këto 2 ndeshje siç luajte me Serbinë dhe mos e vrit mendjen fare. Luaj siç luajte me Serbinë. Gjani dhe Bjasi që shumë dhe si të kisha sot në program, që gjithmonë bisedet me ty janë fantastike. Faleminderit dhe faleminderit edhe një herë, edhe për atë që ke bërë para 10 vjetësh. Per me, io vi ringrazio ed è sempre un piacere stare qui e parlare con voi. Io falenderoj gjithmonë kënaqësi të flas me ju, të flas për futbollin, me personas që e duan futbollin. Faleminderit edhe një herë, ishte shumë kënaqësi. Ky ishte rrëfimi i Xhanit dhe Bjazit pas festës që nuk ka mbaruar akoma, po që shpresojnë shumë të vazhdoj në mars të vitit tjetër. Ky ishte regjisori personin nga unë Sokol Balla, natë mirë. Se parliamo di una scelta che doveva essere ponderata, por nëse flasim për një zgjedhje që të ishte mirë menduar, Gjimshiti në atë kohë nuk po luante shumë, luajti vetëm 3 ndeshje të fundit me Atalantën, sepse në atë kohë Gianni De Biasi foli me drejtorin sportiv të Atalantës Sartori në atë kohë.